Po, veç kemi fillu, akoma se kemi hy detajirë, po presim që jemi përfundu ata gjitha këto lojnat kontroluse, që me marë sa ma shumë informata para se me bu një raport, me thonë, Turqisë ose Suedisë, Hungari, Shqipni, një raport sakt që me di që ka me prezentu lejtarve dhe me pas një ide për loj. Ma shumë drejt tash jemi marë me ekipën tonë, po si përfatsisht i kemi këqyrë kundërshtartë. Muj me thonë që për nga talenti jemi njëjtë, dalim besoj që ka në gjatësi të kundërshtartë përveç Shqipnisë, Shvedi e kanë veç një lojtar mbi 2 metra. Domethënë gjatësia është në favor të kundërshtarëve. Edhe një gjatë tjetër që kanë avantazh, mendoj që minutazha në ligat më të larta të shtetet përkatëse. Domethënë Hungaria ka akoma atë rregullin me 20 minuta që me luajë lojtarin në 20 vjet dhe kanë pak më shumë eksperiencë për derisa të na shumica në ligë të parë. Përveç disa prej tyre që janë të angazhuar në klubet Superligës, po jo me minutazh të kënaqshme që me thonë, ok, mundesh me i besu ose me qenë domethënë stabil gjatë gjithë lojës, emocionalisht ose kondicionalisht. Kjo është një detaj shumë i rëndësishëm të cilin e përmend edhe